Shehja në kamion drejt Ishullit i shkon keq 5 shqiptarëve dhe trafikantit. Një shqiptar ka pranuar fajin për përfshirjen e tij në një operacion të dështuar trafikimi të qenieve njerëzore për të transportuar ilegalisht 5 shqiptar nga Belgjika në Mbretërinë e Bashkuar përmes një kamioni. Ibrahim Sollaku, 33 vjeç, i cili jeton në Southampton, u arrestua në 5 nëntor si pjesë e një operacionit përbashkët ndërkombëtar mes njësisë rajonale të krimit organizuar në Jug Perëndim dhe organeve të zbatimit të ligjit në Belgjik. Sipas asaj që bën me dije policia e Dorset, Sollaku u shfaq para gjykatës së kurorës në Winchester në 15 dhjetor, ku pranoi se kishte marrë pjesë në një komplot për të ndihmuar emigracionin e palikshëm në Mbretërinë e Bashkuar dhe mbajtjen me qëllim shpërndarjen e drograve të klasit A pas sekuestrimit të mbi 90 doza droge kokain nga shtëpia e tij. Në kuadër të këtij hetimi, i cili përfshinte arrestime të ndodhura njëkohësisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe Belgjik, u zbuluan 5 burra shqiptarë që po përpiqeshin të udhëtonin ilegalisht drejt Mbretërisë së Bashkuar. Përveç arrestimit Sollakut, një burr 55 vjeçar, i cili u arrestua në të njëjtën kohë, i është dhënë masa e garancisë policore dhe ai mbetet në pritje. Inspektori kryesor i krimeve Adam Smith komentoi, kriminalët si Sollaku kërkojnë të përfitojnë nga mundësitë e palishme, duke lehtësuar udhëtimet palishme dhe duke i ngarkuar ata me tarifa të larta që shpesh ndihmojnë në forcimin e rrjetëve të tyre kriminale. Këto rrjete jo vetëm që shkaktojnë dëme në komunitetet tona përmes shpërndarjes së drogës, por edhe shfrytëzojnë individ të pambrojtur. Sa më shumë informacion të kemi për identifikimin e dyshuarve dhe viktimave të mundshme, aq më shumë mund të synojmë rrjetet pas këtyre veprimeve. Sollaku pritet të dënohet në 15 janar 2026.